flet për problematika të profesioneve të ndryshme, duke ndalur pak edhe të gazetarët. Cilat kanë qenë ato probleme të cilat ato i kanë adresuar? Gazetarët janë një nga grupet në Shqipëri të cilat kanë problematikat më të theksuara në vendin e punës. Çka do të thotë kjo? Shumica prej tyre kanë këtë punësimin informal, pra punojnë në orë të zgjatura ose punojnë duke marrë një pagë bazë, e cila pastaj subvencionohet dhe jepet në dorë, në të zezë, e cila realisht nuk i ndihmon në asnjë aspekt. Pra mund të marrin pagën minimale për 40.000 lekësh në muaj, mbi të cilat paguhen dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, dhe mbi të pastaj në dorë mund të marrin pagesat e tjera. Nëse i marrin, se mund të ndodhej që janë vetëm me 40.000 lekësh në muaj, që është një pagesë shumë e ulët për profesionin që cilën po flasim. Gazetarët janë detyruar të punojnë edhe në ditë pushimi, njësoj si profesionet e tjera të vështira, pra njësoj si një polic ose një mjek ose një zjarfikës, gazetari punon në ditë pushimi, në shtunë të diel, në situata të vështira, punon natën, dhe të gjitha këto nuk shoh se reflektohen në pagë. Çka do të thotë që shumica për tyre nuk marrin një pagesë ekstra mbi orën e tyre normale të punës, përkundrazi, shumica për tyre ndihen të shfrytzuar në vendin e punës. Përveç se gazetaria në vetvete është një profesion që ka gjithashtu shumë presion në vendin e punës. Ti mundohesh të kapësh lajmin i pari, duhet të shkosh në terren, do kesh një përballje të vazhdueshme me redaktorët dhe kryeredaktorët, dhe je gjithmonë nën presionin e madh të punës.